Ish kryeministri Sali Berisha prezantoi këtë të hënë koalicionin opozitar PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore, të cilin e konsideroi si më të fuqishmin në 32 vite. Gjatë fjalës së tij, Berisha nuk la pa i kthyer përgjigje kryeministrit Edi Rama, duke mos i kursyer ironitë dhe thumbimet. Kur ndonjëherë para shqiptarëve nuk është paraqitur një koalicion, një aleancë me Partinë Demokratike më transparente se kjo sotmja. Pra, ky nuk është koalicioni të panjohurave, por ky është koalicioni i transparencës, i burrave, grave, djemve dhe të vajzave që i njohin shqiptarët, që i vlerësojnë shqiptarët. Ish kryeministri tha se aleatët nuk kanë patur asnjëherë një parti demokratike më transparente se këtë herë në këtë koalicion. Para qytetarëve shqiptar ne shkojmë kokulur dhe ballhapur. Ne paraqesim një projekt në pamje të parë i largët pak. Shqipëria madhështore. Çfarë paraqet para tjetër? Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani sfundi i kanë ngel në gojë ku je kujtim, jepi ato musteqe ose bëj diçka me të se çmellet pas musteqeve tua burrë dhe këta. Kujtim se unë e ti e njohim atë nga ana psikologjike. Ja din ti arsyet pse ka atë, ai po tjetër punë tani. Nuk është çështje e kësaj mbledhje. Ndërkohë Berisha paralajmëroi një votë masive për Partinë Demokratike nga diaspora, për çka shtoi se ky është viti i tyre.